fetarizimi i të pabërës, i dhënies hapur të dynjas, ka bërë që ato të cilët janë dhënë nga dynjaja, janë dhënë, për shembull, më kujtohet kur ishim në Zvicër. Edhe ju them aty në vëllezërve, wow, sa fantastike është ti jesh musliman në Zvicër. Po pse? Po ato e kanë përsos këtë pjesën tjetër. Po aty ndjen ti ta ndezesh atë pishtarin të brendshëm, ai ndjen këtë ngrohtësinë e kësaj që mund ta ngrohë atë tjetrin, apo ti shkon e konkuron këtu. Nuk është turp që ti nuk di ta përsosësh jetën ato malet e Zvicrës. Po turp është që ti mos e rezatosh këtë vlerë, këtë mirësi që ti mbar. Pse e thash këtë? I shkova shumë gjatë për të ardhur këtë tjetër. Ne konsumojmë informacion, por nuk është dija ajo. Sahabët, pse Zoti i ngriti në atë nivel? Sepse ato jetësuan ato të cilët ato besonin dhe masnin sa veprojnë. Dhe nga dija ato masin ato që kishin vepruar, ato që kishin aplikuar. Këtë hall qanin ata. Kurse ne qajmë hallin a e dim, biles kemi shku dhe notej se kaq. Që për mua nuk e di, pa shumë fyse. Që sa të shofësh që njerëzit kanë bërë një arritje, qoftë edhe shkencore një tjetër, ne shkojmë i themi që Kurani jonë ka thënë para 1400 vjet.